Qërë, unë i ka 20 vjetë që kam punu në televizion, tash Ti din që i famshëm. Jo, s'jam sinat famshëm, po mas mirë është mos me koni famshëm heq. Ua, e njerëzit plasën më botë famshëm. Njerëzit japin miliona, investon krejt shka ka, shet edhe shpin, për me më rrinj famën, me njof njerëzit në lamin e vetë që e banë. Okej. Në punën e vetë që e banë. Mandej, kur e mrin krejt qatë famë, tani është në gjendje mi dhonë milionat për mos me pas qatë famë edhe me jetu, sikur ka jetu për asë me koni famshëm. Okej. Mas mirë është hiç mos me koni famshëm, me e bo një punë zakonshme, që ty të siguron jetën mirë, mund është me jetu për i qësoj punë, me pas tanat mira, me konë stabil, me konë i qetë, për ndryshi as një gjatë mirë. Me pak fjallë ti i e pëndu që e bëj famshëm. Me mujtë me këthy edhe njëherë jetën para se më arë në Prishtinë me punu në RTK, ku kena punu bashkë mas pare unë edhe ti, mi u këthy jetës edhe njëherë edhe anër e kam, me bo mu bo në herë shumë i pasën, mi u këthy jetës që ja kam bo për para se me punu në televizion. Opa. Me mjellë kalamoshe pasullë bostane kepe livadën sa. A si, ti a e pëndu që i e bo famshme? Shiko tani. Hajde. Se nuk e quaj vetën të famshme, me thënë të drejtën. Ndoshta këtu në Kosovë më njohin pak më shumë duke qenë se kam qenë pjesë e emisionit, por në Tiranë nuk e kam dirë vetën të famshme, shumë pak njerëz më ka njohur atje, me thënë drejtën, një pjesë shumë e vogël, edhe e kam harruar fare pjesën që kam dalë dikur në televizion. Madje dhe kur vija në Kosovë, kur më përmendte dikush emrin, i thoja personi që isha afër, po nga më njohin, më thoshin gjithmonë, po harron që ke dalë në emision. Dhe më thënë, është pak edhe e çuditshme kjo faza që ndodhë, dhe më thënë, Që kur dhe ti më të futesh... jasë njëherë nuk jenë një e famshme. Nuk jam djerë ndë njëherë e famshme. Tani, se di... A kishe pas qef, apo s'kishe pas qef me qenë? Jo, me thënë të drejten, aq famë të madhe nuk do doja të kisha. Po të doja, ta siguroj që do i kisha marë, po nuk kam dashur. Nuk kam dashur se ta thash. Fatan? Se quj vetën të famshëm, po fama i ka edhe të mirat edhe të këqijat. Ka kur në hap rrugë, menoj se një shumë njerëz, mund është edhe me përfitu prej famës, po sa i përket jetës private, nuk ki jetë private, kur arrit me një famë të madhe, nuk mund është edhe një kafe në ashta shlirë me dalë me pikë ku je dalë për paran, kjo menoj se në ashta i ka të këqijat, po menoj në përgjësi, i ka gjonat e mira. Bile bash do ashta me pyet Simonin pse ka këtë mendim ose çka ka bë me u pendu për famën që ka. Sepse dikur që ajo fama, nëse je i famshëm shumë, dikur që ajo fama të ban arrogant sepse lodhesh prej njerëzve. Lodhesh tu mshef, lodhesh tu hik, Një këngëtare kena pas shokun e tis pja për meni, emnin, thoj ke u tërshin qikat, na ishim të hangër bukëve, shkur vishin një tup qikat dhe ku si uj që po më doken. Sakto, na kena pas shokun edhe Antigona që shkojshim në diskoteka përpara me performu, kur o konë koha na lejohet mi përmend urinorat e bolerot, diskotekat më të mëdha që janë konë përpara në atë kohë, shkojshim me këngëtar të ndryshëm, ai tu dalë në skenë e prezentoj, ke për shembull prezantuese e ftojmë filan